Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Shpresa, unë jam Klajt Miraçi, kryetari i Tiranës i Zyrës Intelektuale. Sot kemi ftuar një intelektuale, Eva Brinja, që është specialiste e transportit e kurudor. Eva na është bashkuar për të dhënë ekspertizën dhe eksperiencën e saj lidhur me pjesën e saj të eksperiencës dhe lidhur me qeverinë teknike dhe me gjithë dëshirën për të kontribuar për ADHEUN. Unë personalisht do bëj një hyrje paraprake që është për pjesën e intelektualve, për shkak sepse kanë marrë shumë pyetje nga njerëzit lidhur me fjalën intelektual. Dua t'i sqaroj gjithë njerëzit që intelektual nuk quhet vetëm një person që ka marrë një diplomë apo ka mbaruar një universitet. Intelektual quhet çdo person që ka kontribuar për ADHEUN, çdo person që ka kontribuar me ndershmëri në punën që ka bërë. Intelektual quhet edhe një nën që e mëson fëmijën e vet të rritet me vlera dhe të rritet pa zakone si puna e vjedhjes apo si puna e xhvatjes, dhe është ai prind baba që e mëson fëmijën e vet që të rritet me gjithë dëshirën për ADHEUN dhe e mëson fëmijën e vet që me ndershmërinë e punës vet dhe ai të jetë pjesë e vazhdueshme e shoqërisë dhe të ketë një kontribut dhe për veten dhe për ADHEUN. Pra, intelektual nuk është vetëm një person që ka lexuar disa libra dhe ka mësuar përmendësh disa rreshta dhe ka plotësuar një test për të marrë një notë. Intelektual janë gjithë qytetarët që e duan vendin e tyre dhe duan të kontribuojnë me eksperiencën e tyre. Sot Eva do na flasi lidhur me çështjen e transportit e kurudor dhe do na tregoj gjithë eksperiencën e saj lidhur me këtë fushë. Eva? Në fakt, unë do të vazhdoj fjalën që the ti në lidhje me kontributin që duhet japin intelektualët në këtë moment për Shqipërinë dhe në këtë moment jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë historinë e planetit, se çfarë po ndodh. Është momenti që të jepet më e mira. Ne i quajmë intelektual, ti bëre një sqarim, por në çdo fushë ne kemi parë që ata që kanë qenë të aftë nga pikpamja profesionale nuk janë afruar, nuk kanë dhënë dot më të mirën. Në këtë rast, në lidhje me qeverinë teknike, unë do jap ndihmesën time, jo do marr pjesë, por do jap ndihmesën time në lidhje me transportin e kurudor, sa i përket hapave që duhet të realizohen aty në mënyrë urgjente, çfarë duhet të bëhet me një fjalë dhe kryesorja për të përcaktuar se për çfarë ka nevojë për specializim kjo fushë. Aty është emergjencë, specializimi i njerëzve në fushën e sigurisë dhe në fushën e sinjalistikës. Domethënë, nëse jepet mundësia dhe mundësitë janë gjithmonë pafund, po asnjë qeveri nuk i ka afruar në lidhje me investimet, me investimin që duhet të bëhesh në kurud. Pra, nëse dhe mundësia është dhe ajo unë jam e bindur tashmë që do realizohet, që mundësia për të bërë sa më shpejt një hekurudh moderne, ndërkohë kërkon atë që quhet ndryshe capacity building, e cila është një mangësi e madhe. Do me thënë, ato që po ofron zyra juaj, unë do jap atë pjesë të ndihmesës time dhe me këtë rast po shpjegoj dhe për të tjerët se çfarë po bën kjo zyra juaj. Zyra juaj po krijon një platformë, ose thuaj një pemë për të gjitha fushat e ekonomisë, ku aty të gjithë ata që janë ekspert, kanë qenë të specializuar, i kanë heqë nga puna, mund të vinë të kontribojnë, të japin ekspertizën e tyre. Unë nuk do marrë pjesë në punë, ama ekspertizën do ta marrë, sepse kam bërë studime për hekurudhën, kam bërë legjislacion, kam marrë pjesë shumë në reformime të tjera, domethënë e njoh në detaje, e specializuar, e kujton dhe kam çfarë të jap si këshilla se ku duhet të eci në mënyrë urgjente hekurudha sot. Dhe duke pas parasysh që edhe ke libri bardh i BE-s për shembull për zhvillimin ekonomik, transporti është shtylla kryesore dhe hekuri i kësaj betonarmeje është hekurudha. Kaq e rëndësishme është. Për shembull, mund të jap një shembull, në 16 mos gaboj, Merkeli bëri një iniciativë për të parë në funksion të zhvillimit rajonal për uljen e konflikteve, për të parë që cilat nga segmentet hekurudhore në Ballkan plotësojnë kushtet për korridore hekurudhore. Dhe në këtë studim pjesën shqiptare e realizoja unë. Ku ishte efekti kësaj? Do me thënë, ato segmente hekurudhore që plotësonin kushte teknike, do të investoheshin nga korridoret hekurudhore të BE-s.
me njëherë pa lek infrastruktura. Dhe infrastruktura shqiptare i plotësonte të gjitha kushtet. Kishte lidhje me kufijt, kishte lidhje me portet dhe kushti i tretë teknik ishte që stacionet, duke qenë se janë ndërtuar në kohën e minierave, kanë pasur shumë fush veprimi për shkarkim, ngarkim, për lëvizje vagonash. Dhe kjo është kusht për korridoret. I vetmi kushti u kërkua hekurudhës shqiptare, qeverisë shqiptare, ishte që ta reformonte, që ja kërkon edhe ligji i BE-s. Edhe sot e kësaj dite nuk është reformuar. Dhe kjo ka qenë një mundësi për shembull që hekurudha shqiptare infrastruktura të bëhet pa lek. Infrastruktura. Pastaj operatorët janë privat. Dhe praktikisht operatorët që kanë qenë të pavarur privat nuk kanë parë dot dritën e diellit në hekurudhë. Kanë parasysh një beton plus të Shkodrës. Që të vinë nga Italia, janë shqiptar, kanë investuar në infrastrukturë, kanë investuar në blerje vagonash, në blerje lokomotivash, në gjë e vogël, kanë specializuar. Dhe kur vjen puna, pengesat kanë qenë pafund. Domethënë në esencë vetëm në këtë fushë un kam parë që pa përjashtim nga gjitha partitë ka qenë një politikë jo shqiptare, jo pro-kombit. Dhe mendoj se në këtë formë, se në hekurudhë për shembull ata që kanë dëshirë mund të ofrojnë emrin e tyre, thonë që unë dua të specializohem në sinjalistikë, unë dua të specializohem në, sepse kanë mbaruar elektronik, kanë një baba që kanë një background, kanë një afrimitet tjetër. Ta mund të evidentojnë ke zyra juaj në mënyrë që qeveria teknike t'i ketë të gatshëm edhe për ata specialistë që do specializojnë në mënyrë urgjente, të dinë se kush janë dhe kush ka dëshirë. Ashtu siç e po them për hekurudhën, besoj se gjitha fushat, bujqësia, arti, minierat, ujësirët kanalizimi, të gjithë kanë këtë lloj backgroundi profesional. Dhe kjo është zyra juaj, unë kështu e kuptova, nuk e din qofse kam kuptuar gabim, prandaj dhe ofrova, domethënë, ekspertizën e parë si intelektuale, si profesioniste në fushën time inxhinierike. Kjo është tamam një kontribut intelektual. Kontributi im s'ka të bëj fare me punësimin tek qeveria teknike, thjesht ka të bëj me dhënien e kontributit tim. Si ekspertizë. Por të tjerë mund të kenë dëshirë që të specializohen, të vazhdojnë të jenë në punë aty. Ata duhet evidentohen nga ju, të dinë se kush janë, kush ka dëshirë. Unë kështu e kuptova, mos jam gabim, jo. Ne pikërisht këta lloj ekspertësh, specialistësh dhe intelektualësh po kërkojmë që të jenë të aftë dhe me gjithë ekspertizën e tyre të kenë mundësi që të kontribuojnë në qeverinë teknike, po dhe në pjesën e përmbledhja që ti bëre është që vetë shteti e ka penguar zhvillimin e hekurudhës. Po t'jap një shembull të vogël që në 22 vite në dikasterin e infrastrukturës të transporteve, unë kam parë nga afër, për shembull, asnjëherë s'ka qelluar që ndonjë i huaj ekspert jetë më i zotit se unë. Por ekspert më të zotë se unë i kam parë që janë jashtë dikasterit. Dhe përgjithsisht nuk janë afruar. Dhe kjo është përsëri ka të bëjë me atë që s'ka pas një politikë për zhvillimin e kombit. Nga momenti që ti nuk dëgjon ekspertin, kush është më e mira, ta afrosh ekspertin, atëherë për kë punon? Çfarë i thua intelektualëve që të njohin lidhur me këtë që ne po bëjmë dhe me... Tash unë kam dhe një profil tjetër njohje që është albanologjia, dhe shumë që më njohin e din që informacioni, njohuritë e mia jashtë vendit janë shumë të mëdha për planetin e për kozmosin e kujon. Tash është momenti i një ndryshimi të madh planetar. Dhe ne shqiptarët me një kontribut i jashtëzakonshëm nuk mund të rrim mbrapa. Në këtë moment kyç të ndryshimit të gjërave në mënyrë radikale. Si me thënë duke i filluar nga zeroa. Mundësit i kemi. Unë për veten time përsa kam eksperiencë pune, kam parë njerëz të zotë brenda shoqërisë tonë pafund. Por në përgjithësi janë njerëz të ndershëm, njerëz që i anashkalojnë, bilezde i përbuzin, sepse janë të tillë. Mendoj që tani ka ardhur koha e tyre. Unë mendoj që jam një nga ato. Do të thënë ata duhet ta tregojnë tash realisht veten, nëse e duan vendin, hajde t'i japim, ta plotësojmë atë pemën që po krijoni ju me gjithë këto emra. Kush për të dhënë këshilla për zhvillimin, kush për të marrë pjesë në qeverisje, pavarësisht nivelit, kush ka dëshirë të specializohet, ka bërë një specializim, ta shtyjë më tej specializimin dhe të jetë pjesë e një fushë të caktuar. Është shumë koha për të evidentuar, për të thënë emrin, kush janë, adresën.
Tani është momenti, mendoj unë. Pikërisht edhe unë thirrja që i bëj gjithmonë edhe njerëzve të përgjithshëm, po dhe intelektualëve është që tash është koha që ta tregojnë veten e tyre. Duan realisht të kontribojnë në atë që ata janë lënë pas dore dhe realisht e kanë një mundësi edhe një derë të hapur me gjithë këtë që po bëhet. Tash është bashkë kemi folur se kur u takuam bashkë, ju më thatë që të kërkoja në qiell, më dole në tokë, dhe unë thashë mua më shtyn emigrantët. Eva duhet shkosh të japësh, emigrantët i kanë veshët dhe sytë i kanë tek ne për momentin, sado që janë realizuar atje ku janë, është pak e çuditshme për të tjerët, por për mua nuk është e çuditshme që prap zemra ju rreth për vendin. Është koha. Është koha të vim të japim për vendin tonë. Nuk ka asnjë pengesë për mua, nuk ka absolutisht asnjë pengesë. Të kenë besueshmëri të plotë. Pikërisht prandaj dhe jam këtu, sepse e kam këtë besueshmëri. Unë përndryshe, pse nuk kam marrë asnjëherë pjesë në asnjë lloj politike, asnjë lloj partie. Gjithmonë kontributi im ka qenë ke dia, tek dia, ndërsa sot kontriboj, sot të shkoha. Nëse duam të kontribojmë për vendin tonë, për këtë vend që nuk duam të ikim nga ky vend, është sot. Do të thënë ata e kanë edhe nga thirrja juaj e kanë rrugën e hapur 100% që gjithë ekspertizën që ata kanë mundësi që ta shfaqin edhe të shirën për të kontribuar, për të qenë pjesë, për ta bërë atë profesionin e tyre brenda Shqipërisë dhe jo jashtë më. Dhe ashtu siç ata e mendojnë më mirë që duhet për vendin e tyre apo jo. Po, dhe unë u çudita dhe atë ditë që hapët zyrën juve, kishte shumë të rinj që kishin ardhur nga jashtë. Një djalë që ishte në krahun tim, mos po e kuptoja, mu dukte si huaj. Ai kishte lindur në Itali. Po, ai në Itali kishte lindur. Kishte lindur në Itali dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Është një gjë shumë e bukur. Dhe besim plot. Po, ai e kishte dëshirën që të jetonte këtu dhe ta ndërtonte jetën. Jo, besim plot dhe për neve, se kur kanë dëshirë brezi i ri, duam të vim të japim këtu dhe ne mos ta japim atë që mundemi. Kaq pak gjë. Shumë drejt. Kjo është një thirrje që e bën dhe Eva, po që e bëj dhe unë sa herë dal në transmetim. Ne zyrat i kemi te 21 dhjetori mbrapa postës shqiptare dhe kushdo që dëshiron që të vit na takojë dhe të pyes nga afër atë që ne po kontribojmë dhe po bëjmë për momentin, është i lutur dhe e ftojmë që të vi pa ngurim për çdo pyetje dhe për çdo paqartësi që ka në zyrat tona që kemi në Tiranë. Shumë faleminderit.